Sulmi me Molotov dhe fishek zjarre ndaj vilës 31, ish rezidencës së diktatorit Enver Hoxha, nuk prodhoi vetëm flak dhe tym në qendër të Tiranës. Brenda pak orësh, pasuan shkarkime në kupolën e policisë së shtetit dhe një reagim i fortë nga ambasada franceze. Por përtej kësaj, lindin disa pyetje thelbësore. Kush u godit realisht? Kush ndodhej brenda? Dhe pse reagimi institucional ishte kaq i menjëhershëm dhe i ashpër? Çfarë ndodhi mbrëmjen e protestës? Gjatë marshimit të opozitës, në drejtim të vilës 31, u hodhën molotov dhe mjete piroteknike. Një pjesë e godinës u përfshi nga flakët, ndërsa në vend ngjarje ndërhyn zjarfiksit dhe policia. Sipas deklarimeve zyrtare, brenda ambienteve ndodheshin shtetas të huaj, pasi godina aktualisht përdoret si rezidencë artistësh dhe menaxhohet nga fondacioni francez Art Explora. Ambasada franceze reagoi menjëherë, duke e cilësuar sulmin të papranueshëm dhe duke theksuar se u vu në rrezik jeta e rezidentëve. 2 shkarkime brenda ditës, rastësi apo përgjegjësi politike. Vetëm pak orë pas ngjarjes, u shkarkua drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, si dhe drejtori i policisë së Tiranës Elkon Alushi. Arsyetimi zyrtar, mos garantimi i sigurisë gjatë protestës, por këtu lind një tjetër pikpyetje. A ishte ky një dështim operacional i policisë apo një mesazh politik për të treguar zero tolerancë ndaj çdo akti që prek një objekt me ndjeshmëri ndërkombëtare? Sepse sulme ndaj institucioneve kemi parë edhe më parë, por rrallëherë kanë prodhuar një tërmet kaq të menjëhershëm një drejtimin e policisë së shtetit. Vila 31 nga simboli i diktaturës në qendër polemikash. Kjo nuk është hera e parë që Vila 31 bëhet objekt debatesh. Disa muaj më parë, publikoi pamje nga një festë e zhvilluar në ambientet e saj që ngjalli reagime dhe dyshime mes qytetarëve për natyrën e aktivitetit. Banorë të zonës folën për festa të mbyllura, hyrje dalje të pazakonta dhe simbole që u interpretuan nga disa si okulte dhe satanike. Autoritetet nuk dhanë asokoj një sqarim të detajuar publik mbi natyrën e atyre aktiviteteve, përtej faktit se godina përdorej për evente artistike dhe kulturore. Kjo e bën edhe më të fortë pyetjen. A u godit dje një objekt simboli diktaturës apo një qendër kulturore ndërkombëtare nën administrim francez? Perceptimi ndryshon shumë në varësi të përgjigjes. Reagimi i fortë diplomatik. Ambasada franceze e bëri të qartë se Vila 31 shërben si rezidencë për artistë ndërkombëtar dhe si urë kulturore mes Shqipërisë dhe Europës. Por kjo hap një tjetër debat publik. A ishte mjaftueshëm e informuar opinioni publik për funksionin aktual të vilës? A është komunikuar qartë roli i saj, duke shmangur meq kuptime apo narrativa alternative? Sepse në mungesë transparence, terreni mbushet me spekulime. Pyetjet që kërkojnë përgjigje. Kush konkretisht ndodhej brenda në momentin e sulmit? A kishte paralajmërime për rrezik ndaj këtij objekti? Pse masat disiplinore u morën kaq shpejt dhe në nivel kaq të lartë? Apo përdoret ngjarja për të vendosur një standard të ri force ndaj protestave? Një simbol, shumë narrativa. Vila 31 bart një peshë historike të jashtëzakonshme. Për disa, ajo mbetet simboli diktaturës. Për të tjerët, sot është një hapësirë arti dhe diplomacie kulturore. Por kur një objekt me kaq shumë ngarkesë historike dhe politike përfshihet nga flakët, reagimet nuk janë thjesht teknike, janë politike, diplomatike dhe simbolike. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i debatit. A ishte thjesht një akt dhune në protest, apo një episod që zbulon tensione shumë më të thella në raportin mes politikës, simbolikës historike dhe indikimit ndërkombëtar? Ndërkohë që videot flasin vetë, si ajo e sulmit me Molotov dhe ashtu edhe pamjet publikuara muaj më parë nga aktivitetet në vilë, përgjigjet zyrtare mbeten të pjesshme.